Struktura e posaçme për hetimet e krimeve zgjedhore në qytetin e Kukësit ka shpallur në kërkim 2 persona për blerje votash. Policia e Kukësit ka ushtruar kontrolle në banesat e Kalosh dhe Gzim Peposhit, të cilët akuzohen për veprën penale korrupsioni aktiv në zgjedhje. Mësohet se 2 individët e shpallur në kërkim kanë shpërndar vlera monetare për të bler vota për një subjekt politik. Ndërkohë që zhvillime ka patur edhe në Dibër, ku militantët e PD-s kanë bllokuar një makinë e cila dyshohet se shpërndante para për blerje votash. Mësohet se në fshatin Tomin të Dibrës, një grup simpatizantësh të PD ka ndaluar një makinë që mendohet se po shkonte drejt zonave të thella. PD thotë se dyshon që njerëz pranë PS-s po shpërndanin para dhe tollona nafte. Prokuroria dhe policia kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë kryer kontrollet automjetit. Madje nga informacionet paraprake, mësohet se ka patur konfrontim fizik mes 2 grupeve. Kjo ngjarje ka shkaktuar bllokim të aksit rrugor Peshkopi-Kukës dhe mbi 500 automjete mbetën në trafik. Kandidati i PD në qarkun e Dibrës Xhemal Gjungshi pretendon se ka patur të shtëna me armë nga një efektiv policie, e sa Gjura është identifikuar dhe shpallur në kërkim si polici i cili ka qelluar me armë zjarri. Po ashtu në kërkim është edhe një person tjetër, sa kaq mësohet se Gjura është babai një kandidati të PS-s në atë zonë.